Për herë të parë në historinë e Francës, kryetari i shtetit është në paraburgim. Bëhet fjalë për ish-presidentin Nicolas Sarkozy, i cili mbahet në selin e zyrës qendrore për korrupsion. Që prej mëngjesit të sotëm, Sarkozy u shoqërua në xhandarmëri për të pyetur në lidhje me një hetim mbi financimin e fushatës. France 24 shkruan se hetuesit po kërkojnë të zbulojnë nëse Sarkozy, që drejtoi Francën nga viti 2007 deri në vitin 2012, me ndihmën e avokatit të tij, Thierry Herzog, i kishte premtuar një rol prestigjioz në Monaco, një gjyqtari të nivelit të lartë në këmbim të informacioneve. Ish-presidenti u bashkua në mjediset e policisë, avokatit të tij dhe dy gjykatësve të lartë të gjykatës së kasacionit, Patrick Gilbert dhe Aziberg Sassous. Të katër janë intervistuar si pjesë e hetimit për ndikime nga jashtë dhe shkelje të fshehtësisë së hetimit të kryer nga gjyqtarët Patricia Simon dhe Claire Thepaut. Akt gjykimi maksimal për tregtim e ndikim në Francë është 3 vjet burg dhe 375.000 euro dënim. Sarkozy para orës 8 sipas kohës lokale mbërriti në selinë e policisë gjyqësore në Nanterre, në afërsi të Parisit. Zhvillimet e fundit shihen si një goditje ndaj përpjekjeve të Sarkozy për të marrë pjesë në garën presidenciale të vitit 2017.